diagnostikohesh me PCOS dhe endometriozë, gjëja e parë që të thuhet është bli këto suplemente dhe do shohim. Por çfarë janë vërtet këto suplemente? A na duhen këto suplemente? A bëjnë ndonjë diferencë këto suplemente? Të them të drejtën, unë nuk kam marrë kur kontraceptiv në jetën time dhe PCOS-ën dhe endometriozën, po sidomos PCOS-ën, e kam menaxhuar vetëm nëpërmjet suplementeve dhe e di që mund ta bësh reverse si problematik nëse kujdesesh siç duhet me ushqyerjen e duhur dhe me suplementet e duhura. Në këtë episod kam dy të ftuara fantastike. Njëra është një farmaciste e cila do të na shpjegojë më shumë mbi suplementet, marrjen e tyre, dozimin, cilat janë më të rëndësishme, si na ndikojnë tek simptomat që na sillin këto lloj sëmundjesh, lodhja, energjia, balanca e sheqerit në organizëm. Dhe ftuara e dytë është një mjeke stomatologe me një qasje shumë interesante për mjekësinë holistike. Por fillojmë me të ftuarën e parë. Mirë se erdhe Fiori. Jam shumë e lumtur që të kam tek podcasti im sot. Mezi po prisja që ta nisnim këtë episod dhe shpresoj që të qartësojmë sa më shumë njerëzit për sa i përket suplementeve. E di që dhe ti ke shumë qef, kështu që le të futemi në të thella. Anta, unë të falenderoj shumë për ftesën. Unë jam akoma dhe më shumë e lumtur për këtë podcast që ti ke bërë, sepse duke qenë se të vlerësoj shumë, e di që podcasti për ty nuk ka qenë thjesht kjo vala e podcasteve që nuk ka ngelur kush pa bërë podcaste, por shumica e tematikave që ti trajton e pare ke provuar në lëkurën tënde dhe jam shumë e lumtur që ke zgjedhur të bësh një bashkëpunim me profesionistët e fushës, sepse janë ata që e thon fjalën e fundit dhe është shumë e rëndësishme një ndërgjegjësim në popullat. E vërtet. Në këtë kaosin e madh të suplementeve, se realisht është bërë një treg shumë i pakontrolluar, po më duket për momentin. Pavarësisht se janë produkte të cilat merren pa recetë, gjithmonë është e nevojshme këshilla e specialistit dhe sidomos e mjekut dhe farmacistit. Pse këto suplemente janë shumë të rëndësishme në diagnoza si PCOS-ja dhe endometrioza? Mund të them që në 5 vjeçarin e fundit ose ndoshta sidomos në 3 vjeçarin e fundit ka një ndërgjegjësim shumë të madh në lidhje me këto dy diagnoza, pra PCOS dhe endometrioza tek femrat, sepse më përpara ndoshta ka qenë tabu ose femrat të cilat mund të kishin dhimbje të theksuara gjatë ciklit menstrual, kishin frikë të flisnin dhe të tregonin që shfaqin këto lloj simptomash dhe e lehtësonin situatën thjesht me trajtimin dhe marrjen e antiinflamatorëve, që sigurisht nuk ka qenë gjëja më e mirë e mundshme. Vitet e fundit duke qenë se femrat kanë filluar të flasin më shumë, është ndërgjegjësimi në rrjetet sociale, ato drejtohen tani drejt mjekut ginekolog, drejt një endokrinologu ose flasin me farmacistin e tyre, në saj edhe të analizave laboratorike arrin të kuptojnë dhe të menaxhojnë më mirë këto dy diagnoza. Implementimi është shumë i rëndësishëm në këto diagnoza sepse duhet të kujtojmë që të dyja si patologji kanë në fokus ose shkaktarin kryesor inflamacionin kronik dhe janë çrregullime metabolike dhe hormonale dhe përveç mënyrës së ushqyerjes, ne e bëjmë ditën tonë, menaxhimit të stresit apo pjesës së gjumit, suplementet japin një lloj përqasje ndryshe duke lehtësuar simptomat që ato mund të kenë. Cilat janë disa nga suplementet kryesore që duhet marrë një grua me PCOS dhe endometriozë? Ti ndajmë pak. Po, unë në lidhje me PCOS-ën, suplementi i parë që do përmendja, i cili jepet edhe me rekomandim nga ginekologu, është inozitoli. Inozitoli në formë pluhuri, në dy format izomerë të saj, D-inozitoli dhe kiroinozitoli, i cili jepet me recetë edhe në rastet kur ne kemi një mungesë cikli të theksuar prej 2-3 muajsh. Por e vetmi problem që unë shikoj te inozitoli dhe tek gocat të cilat e marrin është që mund ta përdorin 2 javë, lodhe, nuk shikojnë rezultat ose shikojnë një rezultat më të mirë te shoqja e vet, thotë nuk më bëri punë dhe e lë trajtimin. Duke haruar që suplementi ka do kohën e vet dhe medikamenti është një gjë komplet ndryshe. Pra, dhe vetëm inozitoli do rreth 6 muaj minimalisht. Në 6 muaj që ti të shikosh efektin e dhe pastaj të mirëmbahet ky lloj. Kjo është një gjë që unë e them gjithmonë edhe pacientëve, domethënë në momentin që e parë, mos prit që ti të kesh rezultatin maksimal që
muajin e parë. Mund të ndodhë që ta përdorësh 3 muaj, të vazhdosh të kesh mungesë cikli, domethënë do ishte gjëja më e mirë që ti të shikoje rezultatin në muajin e parë, por mos i çdor nga përdorimi i tij sepse efektet do fillojnë të nisin më vonë. Nuk mund të inozitoli të jetë njësoj me një terapi hormonale. Ka bëjnë edhe me dozën. Dozën do të paktën të nisi nga 2 dhe deri në 4 që ti të shikosh efektet e saj pozitive. Përveç inozitolit, suplementet që unë rekomandoj patjetër, qoftë PCOS, qoftë endometrioza, është vitamina D. Dhe shikoj një incidencë shumë të rritur tek vajzat të cilat vuajnë nga këto 2 simptoma të kenë OMA-IR e lartë. OMA-IR e lartë që është dhe rezistenca ndaj insulinës, në të 2 rastet vitamina D është deficiencë. Dhe gabimi tjetër i madh këtu është që thon për shkak unë përdor vitamin D, por varet sa është niveli në gjak i vitaminës D, pa bërë një analizë laboratorike që të përcaktojë nëse ti ke deficiencë, ke mjaftueshmëri, ke pa mjaftueshmëri, vitamina që ti je duke marr mund të jetë komplet gabim. Kështu që vitamina D është një rregullator shumë i mirë i të gjitha hormoneve seksuale. Le të themi që nuk është vetëm vitamin, por luan rolin e një hormoni. Është vërtet hormon. Vitamina është hormon dhe nuk mjafton ekspozimin në dietë që ne mund të kemi, duke menduar që jeta jon frenetike, e shpejt, më shumë brenda se sa jashtë, ne nuk arrim dot të sintetizojmë vitaminën D. Një ndër suplementet e tjera që ndihmon dhe ne rekomandojmë patjetër është edhe magnezi. Magnezi është një ndër elementet më të rëndësishëm që mund të merret edhe gjatë gjithë kohës, nuk ka nevojë madje edhe për stopi. Për shembull tek gozat të cilat kanë dhimbje shumë të theksuara gjatë ciklit menstrual, që kanë krampet abdominale, magnezi bën një lëshim shumë të mirë të muskulaturës. Nga ana tjetër, femrat të cilat mund të vuajnë nga këto 2 diagnoza, shpeshherë kanë probleme me gjumin, të jenë të lodhura, humori është gjatë gjithë kohës on and off, kështu që magnezi bën një rregullim shumë të mirë edhe të humorit dhe përqasjes së tyre emocionale. Kështu që ashtu edhe me jashtëshitjen, magnezi se do flasim pak më shumë në pjesën e dytë të këtij podcasti se si jashtëshitja është shumë e rëndësishme edhe për pjesën e shëndetit hormonal, por magnezi ndihmon shumë dhe te pjesa e jashtëshitjes. Gjithashtu rregullon shumë dhe insulinë rezistencën. Rregullimin e insulinës që pankreasi mos të luftojë sensitivitetin, që pankreasi mos të punojë gjatë gjithë kohës i sforcuar, sepse e shikoj shpesh që glicemia mund të jetë në rregull, por OMA-IR-ja është e lartë dhe kjo është një kampanë alarmi për të gjitha këto femra që në momentin që shikojnë një vlerësim OMA-IR të lartë, të ndryshojnë komplet mënyrën e jetesës, të ulet përdorimi i sheqernave të rafinuar në dietën e tyre, karbohidrate dhe të zvendësohet me marrjen e më shumë proteinave dhe fibrave, që fibrat janë shumë të rëndësishme edhe për pjesën e jashtëshitjes. Gjithashtu një ndër suplementet më të rekomanduar janë probiotikët. Probiotikët ndoshta jemi në epokën e probiotikëve sepse një mikrobiom intestinale e mirë ndihmon në të gjithë këtë sindromin metabolik të çrregulluar apo sistemin hormonal të përndryshuar të vajzave. Dhe nga ana tjetër, elemente të tjerë si B-kompleks, grupi i vitaminave B-kompleks ndihmon pafund në rregullimin e sistemit hormonal. Po omega-3-shi, koenzima Q10, çfarë mendimi ke për këto të dy? Omega-3-shi është për mendimin tim një ndër molekulat më antiinflamatore që ne mund të marrim përveç gjithë efekteve të tij pozitive, qoftë shëndeti i flokëve, i lëkurës, i syve, i trurit, e përqendrimi, duke qenë se është një molekulë shumë e mirë antiinflamatore, ndikon te ulja e triglicerideve, që shpesh herë kemi një çrregullim metabolik të tillë te të dyja këto raste. Dhe baza e të dyja këtyre diagnozave është inflamacioni kronik i vazhdueshëm. Në momentin që ne kemi një dietë antiinflamatore, duke inkorporuar dhe me suplemente antiinflamatore, kemi një menaxhim më të mirë të situatës, qoftë me marrjen e acideve yndyrore, që është shumë e rëndësishme të shikohen dozimet, sepse ne mund të marrim pafund suplemente, por është shumë e rëndësishme të paktën tek vaj i peshkut të shikohet dozimi EPA-s dhe DA-s. Dozimet e duhura sjellin edhe rezultate më të mira. Gjithashtu molekulat e tjera antioksidante që janë shumë të rëndësishme, duke qenë se kanë veprimin antiinflamator, është edhe kurkuma, që edhe këtu është shumë e rëndësishme të merret në fosfolipide ose bashkangjitur bashkë me piperinën, sepse vetëm në atë mënyrë është në formën aktive dhe përthithet nga organizmi. Dhe një ndër molekulat më të fundit që janë bërë studime dhe janë parë efekte shumë pozitive është edhe në AC, në acetilcisteina, që është një molekul unë e marr për vete. Është
vërtet shumë e mirë duke sjell një rezultate të shpejta, në ndryshim nga të tjerat i sjell vërtet rezultate të shpejta në menaxhimin e dhimbjeve dhe uljes së inflamacionit. Po gjithashtu NACE-ja ndihmon shumë sipas studimeve tani edhe në zvoglimin e kisteve endometriozike. Po, që domethënë mos rritet pjesa e lezioneve endometriale jashtë pjesës. Sigurisht jo të gjithë reagojnë të njëjtën mënyrë. Kjo është gjëja më kryesore që duhet të dinë, që e para mos të over supplementation, pra mos të dëgjojnë në rrjete sociale të ndryshme, por çdo person, për mendimin tim, çdo vajzë duhet të ketë një suplemente të personalizuara dhe të këshilluara në konsult me mjekun ginekolog, mjekun endokrinolog dhe farmacistën e tyre të besuar. Ne përmendëm cekëm pak pjesën e inozitolit që do rreth 3 deri në 6 muaj për të dhënë efekte. Po suplementet e tjera që ne përmendëm, pak a shumë për sa kohë i fillojnë efektet e tyre që ne të shohim vërtet një ndryshim në organizëm. Jo vetëm në këto dy diagnoza që ne po prekim pak më tepër, por në përgjithësi suplementet ka nevojë për një kohë 3 mujore pa ndërprerje në mënyrë të rregull, duke u shoqëruar gjithashtu me një stil jetese të shëndetshme, për të dhënë efektin dhe që ne të ndihemi më mirë. Duhet të kemi gjithmonë në mendje në momentin që marrim një suplement, nuk është e njëjtë me një medikament. Nuk është një oki që ti e pive dhe të qetësua dhimbja e kokës. Suplementi është një mënyrë që i përafrohet një stili jetese të shëndetshme dhe sigurisht efektet e tij janë më të avashta, por ama më të sigurta dhe pa efekte anësore. Kështu që thjesht personi duhet të ndajë mendjen për çfarë është gati. Është gati për të ndryshuar mënyrën se si do e menaxhoj këtë lloj sindrome apo kërkon një terapi hormonale që do vi e shoqëruar me efektet anësore. Si ta kuptojmë, sepse ka aq shumë suplemente në treg dhe unë e kuptoj që pacientët kryesisht mund të rendin edhe drejt një çmimi më të lirë, sepse ka dhe suplemente shumë të lira, ka suplemente më ekonomike, ka dhe suplemente relativisht me kosto më të lartë. Por si të kuptojmë cilësinë e vërtet tek suplementi, duke qenë se është një treg i parregulluar? Do theksoja diçka në punën time si farmaciste kam parë, le të themi, 2 epoka. Në epokën përpara pandemisë, nëse mund ta quaj gjithmonë kështu, ka qenë një qasje e pacientëve që suplementet i linin gjithmonë pa marrë. Pra, nëse mua më vinin në banak me recetën, të thoshin gjithmonë, nëse ka suplemente të lutem më llogarit vetëm medikamentet. Dhe periudha pas pandemia dhe periudha pas pandemisë, ndoshta nga fakti i atyre suplementeve të famshme që u bën të njohur në periudhën e Covidit, që ishte vitamina D, kombinimi vitamin C, vitamin D, probiotike dhe zink, duke parë se ata pan edhe efekte pozitive në mënyrën se si ndiheshin, që nuk ndihenin atë pjesën e lodhjes dhe ndoshta një menaxhim më të mirë të periudhës kur sistemi imunitar ishte shumë i ulët, tani janë vetë pacientët të cilët kërkojnë suplemente, pra nëse ndihen keq, nëse po kalojnë një periudhë jo shumë të mirë, janë ata vetë që kërkojnë suplemente dhe thotë më këshillo se çfarë duhet të marrun. Dhe kjo kërkesë e shtuar, mendoj që ka ardhur edhe me një treg kaotik. Sugjerimi im i parë është që pavarësisht se suplementi nuk është një lloj si medikamenti, mund të themi që farmacia është vendi më i besuar ku mund të tregtohen në mënyrën e rregullt, për vetë faktin që farmacia është subjekti më i kontrolluar. Pra kontrollohen nga ente të tjera rregullatore që ruhet mënyra e transportit, shikohen të gjitha detajet se si kjo gjë ruhet, dhe këtë gjë nuk mund ta them për çanta me suplemente që vinë në mënyrë ilegale, ku unë nuk mund të shaj brendin që vjen, të them të vërtetën, sepse vijnë brende shumë të mira nga Amerika, nga Italia, brende që dhe unë vetë mund t'i rekomandoj, po është problemi te mënyra e transportit. Në momentin që ato shiten online pa një vend fizik ku ti mund të shikosh mënyrën se si këto suplemente janë ruajtur, këtu është një problem shumë i madh që patjetër që do ndikojë edhe tek cilësia e tyre dhe ndryshimi që mund të sjellin në organizëm. Kështu që këshilla ime e parë është të blihen në vendin e duhur, të blihen në këshillimin e duhur, pastaj në momentin që këto le të themi blihen suplementet kërkohen në farmaci, ajo që bën diferencën nga një produkt apo nga një markë te një tjetër
është që mos të kenë aditiv të shtuar, mos të kenë sheqer të shtuar, sepse duke menduar që ne thamë do e përdorim 3 deri në 6 muaj, pra është një produkt që ti çdo ditë e fut në organizëm. Në momentin që ajo tableta apo kapsula sigurisht nuk ka vetëm ekstraktin bimor, por ka edhe eksipient, ka edhe aditiv të shtuar, ka lëndë ngjyruese, sa më të pastër të jenë këto si formulime, duke menduar që ne do i konsumojmë për ditë, pra mos ta lodhem edhe mulçin edhe veshka kaq shumë, sepse çdo gjë vjen edhe me një lloj efekti jo ansor të shumë, por gjithsesi ndikohen parametrat metabolik të trupit ton. Kështu që e rëndësishme është mos të jenë me sheqer të shtuar, mos të jenë të përshtatshme për veganët për shembull, mos të kenë laktozë, mos të kenë gluten, mos të japin fryrjet në trupin ton. Kështu që këto janë pak ato ka shëndoshi vitamina C. Po, ose si shton për shembull vaj peshkut jo se më fryn ose më jep gaze, normalisht varet nga pastërtia e acideve yndyrore që janë ekstraktuar. Nëse është ekstraktuar procesim në të ftohtë, jeni të sigurt që efektet pozitive janë shumë herë më të mira nga ato shqetësimet që mund të japi. Kështu që pak a shumë domethënë të bien në vendin e duhur, të merren me këshillimin e farmacistit apo të mjekut dhe të shikohen etiketimet. Pra sa më të pastra të jenë si formulime, aq më mirë është për pacientin. Në këtë epokën e TikTokut, fjori që të gjithë po rekomandojnë nga një suplement. Çfarë përdorin vetë, e rekomandojnë, na thua se ne jemi të gjithë njësoj. A është e rrezikshme marrja e kaq shumë suplementeve? Pas një udhëheqës në këtë proces? Pikërisht, domethënë duhet një udhëheqës. Është e vërtetë, domethënë rrjetet sociale, TikToku, fakti që gjithkush mund të ndajë eksperiencën e vet, qoftë edhe shëndetësore, me idenë që ka provuar vetë dhe kjo gjëja është më e mirë. Unë shikoj nuk, domethënë është pak të thuash një gjë kaotike, sepse kam parë edhe raste, ndoshta nga që jam edhe shumë më afër pacientëve, kam parë në momentin që një vajzë për shembull duke marrë metformin, sepse e ka këshilluar, e ka dhënë me recetë mjeku endokrinolog, over supplementation me çfarë dëgjon vërdall, domethënë mund të marrë një princip aktiv me 5 suplemente njëkohësisht, duke menduar për më mirë, sepse unë e kuptoj shumë mirë që pacienti dëshiron më të mirën për veten e vet, por duhet ajo që the ti, një protokoll i mirë përcaktuar nga dikush që vlerëson situatën tënde, pra shikon dhe analizat e tua, sepse jo çdo qoftë edhe te vitamina D, jo të gjithë mund të marrin të njëjtën vitaminë D, sepse kjo varet nga analiza laboratorike dhe sa është niveli në trup. Gjithashtu rezerva ovariale, për shembull, analiza e AMH-s, këtë gjë është një gjë që e vlerëson mjeku endokrinolog dhe ginekolog në varësi të çfarë suplemente ty të duan. Apo omairoja që e thash disa herë, sepse shikoj shumë që ka shumë suplemente, madje për shembull berberina është një ndër ekstraktet bimore që krahasohet në efektivitet një lloj si metformina, dhe ato të dyja nuk duhen kombinuar bashkë, kombinohen vetëm nga mjeku endokrinolog nëse e shikon të rëndësishme në rastin e vajzës. Kështu që mendoj që rrjetet sociale dhe ky informacioni kaq i kudo ndodhur dhe ndonjëherë edhe pa e kërkuar, sjell një lloj kaosi në menaxhimin e situatës. Ke patur ndonjë rast kur të ka ardhur një paciente e cila është dëmtuar nga ky mbi suplementim, ose ka vënë re efekte ansore të cilat nuk do i kishte nëse nuk do merrte kaq shumë suplemente? Rasti më tipik është kjo kombinimi i berberinës, inositolit edhe metforminës, të cilën nuk e marrin në kontrollin e mjekut në këtë rast, dhe fakti që nuk bëjnë as analiza laboratorike për ta monitoruar situatën, ka pasur të raste hipoglicemie, pra është shullur niveli i sheqerit dhe ndihen të lodhura, pra në vend të kemi përmirësim, nuk shohim fare përmirësim, por nuk e kuptojnë dhe derisa arrin në fund fare, atëherë fillojnë që të tregojnë domethënë situatën, dhe është shumë e rëndësishme në këtë moment dalja e qoftë edhe suplementeve, të shikohet gjendja dhe pastaj të vlerësohet edhe një herë nga e para se çfarë duhet të përdori. A është e rëndësishme kryerja e analizave laboratorike si fillim dhe pastaj të merret pjesa e suplementeve, apo mund të anashkalojmë këtë hap dhe të shkojmë direkt tek marrja e suplementeve?
për shembull vitamina D. Unë vitaminën D, të them të drejtë, nuk e kam dhënë vitaminën D, sidomos nuk e kam dhënë kur pa një analizë laboratorike, sepse e kam vënë në re që shumica mund të përdorin një dozim 1000 unite, mendojnë që e përdorin, por në momentin që ti në trup je deficiencë, nuk ka shanse që ajo vitamina D që ti je duke përdorur të t'japi rezultatin e duhur dhe fillojnë me shqetësimet për shkakun që mund të kenë lodhje, pagjumësi, stres, ankth, rënje flokësh dhe shumë simptoma të tjera, e cila nuk menaxhohet me një dozim 1000 unite. Dhe nga ana tjetër mund të kemi raste të cilat mund ta kenë vitaminën D mjaftueshëm, por përdorin ampulën, që është le të themi një terapi sulmi që ne e japim vetëm në rastet kur duhet kur trupi jon është në deficiencë. Gjithashtu për shembull magnezi nuk përdoret në dozimet e duhura, marrin këto suplemente që mund të jetë edhe thjesht 100 mg, duke mos bërë efektin e duhur, kështu që pa ditur se në çfarë gjendje është trupi jon, nuk mund të merren suplementet e duhura. Kështu që unë mendoj që të bëhet një protokoll i mirë, qoftë suplementimi, por edhe i kombinuar me terapi medikamentoze të këshilluar nga mjekët gjithmonë, është gjithmonë hapi parë konsulta, analizat laboratorike dhe monitorimi i analizave laboratorike me kohën. Fatkeqësisht unë mendoj që të dyja këto diagnoza janë pak të shtrenjta, nëse mund ta kanë një lloj kosto, qoftë edhe në mënyrën se si ne e bëjmë ditën tonë, sepse qoftë edhe pjesa e ushqimeve, është shumë e rëndësishme që të kemi një regjim ushqimor të rregullt. Jemi të dy me PCOS apo jo? Aktiviteti fizik, për shembull pilatesi është një ndër disiplinat që është më e rekomanduar për të dyja këto, duke qenë se nuk kërkon shumë as lodhje asgjë, por vë trupin në lëvizje dhe ndihmon që të digjet edhe më shpejt glicemia, por edhe të forcohet pjesa forca muskulare, që është shumë e rëndësishme në të dyja në menaxhimin e këtyre diagnozave. Fiori, faleminderit shumë për të gjithë informacionin e vyer që ndave me ne sot. Shpresoj shumë që ju që na keni dëgjuar t'ju ketë ndihmuar kjo bisedë për të kuptuar më mirë për suplementet, çfarë ju duhet, çfarë jo, përse duhet të drejtoheni te mjeku ose te farmacisti juaj për pjesën e dozimit, nëse duhet të kryeni një analizë laboratorike përpara se të merrni suplemente apo jo. Dhe mua personalisht më vjen shumë mirë që ka akoma profesionistë si ty, Fiori, që je kaq e devotshme për të shpjeguar, se mua akoma më vijnë ato mesazhet e tua zanore kur blej një suplement nga Health Solution, që ti më shpjegon çdo gjë, pavarësisht se unë dita përdor, ti prap më dërgon dhe më thua, o zemra, o shpirti, dëgjoj, se kjo përdoret kështu, edhe që nuk është thjesht shitje dhe nuk është thjesht biznes. Ky është profesioni që ne kemi zgjedhur edhe duhet ta bëjmë atë sa më mirë për të ndihmuar sa më shumë njerëz. Kujtoni gjithmonë që suplementet kanë nevojë për udhëheqjen nga personi i duhur, në mënyrë që dhe ju të shikoni rezultatet më të mira. Faleminderit shumë, Fiori. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi ky episod. Dhe tani unë do mirpres të ftuarën e radhës. Ca gjëra të cilat nuk i planifikon dot, dhe kështu më ka ndodhur mua me doktore Shketin. Ajo erdhi si një paciente në klinikën time, por më ndryshoi komplet konceptin se si unë kujdesem për trupin edhe shëndetin tim. Doktore Shketi është një mjeke stomatologe, por që ka një qasje shumë interesante drejt mjekësisë holistike. E shikon trupin si një të tërë dhe përpiqet që të rregullojë të gjitha hallkat e shëndetit ton, duke filluar që nga funksionimi i mirë i mëlçisë, i zorëve dhe targetimi i inflamacionit të heshtur. Doktore Shketi ka formuluar disa protokolle, të cilat nuk janë thjesht suplemente dhe një dietë ushqimore, por që e merr trupin e njeriu dhe e zbërthen në detaje. Këtë protokoll në fakt, sidomos hapin e parë, unë e kam provuar edhe vetë, ndaj më lindi ideja që të ndaja me ju sot këtë podcast dhe të kisha me mua doktore Shketi Agaj. Mirë se erdhe, Keti. Shumë faleminderit Anta, shumë kënaqësi të jem këtu. Fillojmë të futemi direkt në këto gjërat që ne të dyjave na pëlqejnë shumë. Po, përpara se unë të nis me pyetjet, thjesht jam kurioze si të lindi kjo dëshirë dhe ky pasion që të kalosh në një farë forme dhe të ushtrosh njëkohësisht mjekësi tradicionale dhe mjekësi holistike.
Atëherë ka nisur në fakt që në universitet kishte disa gjëra që nuk më lidheshin me njëra tjetrën, ndërkohë që në anatominë patologjike unë lexoja që fluori ishte neurotoksik, kur kaloja në dentistrinë preventive, fluori ishte shumë i mirë për smaltin dhe nuk cekej fare që ishte toksik. Kishim amalgamët me 50% mërkur, ndërkohë që në shtëpi të gjithë na thoshin se mos thyeni termometrin sepse zhiva është shumë e rrezikshme. Dhe kishte ca gjëra që nuk më lidheshin me njëra tjetrën. Që në fillimet e mia jam përpjekur që ta shikoj buzëqeshjen dhe njeriu jo vetëm nga një dhëmb, por në planat faqja, domethënë duke parë gojën të lidhur në mënyrë të dyanshme me gjithë organizmin. Pastaj që ndryshova totalisht shumë, ishte ardha në jetë e djalit të parë, përpoqja të isha sa më shumë natyrale e mundshme në suportin e tij ndaj gjithë virozave që kalonim në çerdhe, përgatitja për shtatzanin e dytë, sidomos që u përpoqja shumë të jem në mënyrë sa më shumë profesionale të mundshme, duke ditur gjithë mbi ngarkesat që merr trupi nga jashtë, dhe interesi shumë i madh i pacientëve që fillonin të vinin të pyesnin për regjimin ushqimor se i kam nisur me fëmijët, për imunitetin, për përgatitjen për shtatzanin. Domethënë duke paraqitur diçka nga vetja ime, nga jeta ime, dhe duke kërkuar gjithmonë më shumë pacientët dhe në këtë drejtim. Dhe ja kemi parë hajrin kur i thonë kësaj mjekësisë për të integruar dhe tradicionale, konvencionale dhe shërimin natyral. Që të marrim sa më pak receta dhe sidomos tek fëmijët. Këti ti e di që biseda jon ka nisur sigurisht të udhëhequr nga PCOS-ja dhe endometrioza ime, dhe ti këm ngule shumë atëherë që unë të filloja protokollin e drenazhimit, shkarkimin e toksinave nga trupi dhe detoksifikimin. Dua të sqarojmë pak për njerëzit që po na dëgjojnë, çfarë është ky drenazhimi, çfarë është detoksifikimi dhe pse është kaq i rëndësishëm në procesin e shërimit. Atëherë, trupi ynë funksionon si një qytet. Ne kemi shumë të qartë që qyteti të ketë gjithë mbarvajtjen e vet, duhet të funksionojë shumë mirë kanalet e drenazhimit, ujrave të shiut, ujrat e ndotura, nëse ndodh një aksident në rrugë të pastrohet rruga me të shpejtë që mos të mblidhet trafiku etj. Në të njëjtën mënyrë funksionon edhe trupi. Trupi është shumë i mençur dhe ka aftësi vetpastruese shumë të mëdha, por rutinat e kohëve moderne e kanë bërë që bioakumulimi i pesticideve, i metalëve, i parazitëve, i ftalateve, plastikave, më të thash, të jetë aq i madh sa e te i kalon potencialin vetpastrues të trupit. Pra, japim këtu përgjigje se ne jemi dy mjeke dhe e di që ka pak kundërshtim në këtë pikë. Është ideja që mëlçia është organi jon detoksifikues i trupit, po ndonjëherë nuk mjafton apo jo? Mëlçia bën 500 reaksione në ditë, është temase e lodhur dhe shto këtu gjithë ndotjen e jetës në Tiranë, e bën të padiskutueshme rëndësinë për të ndryshuar të paktën disa themele të organizmit. Çfarë na e tregon ne me patjetër që në një moment duhet të fillojmë këtë pastrimin e trupit? Simptomat. Qose deri dekadën e dytë të jetës ne nuk kemi asnjë ankesë për trupin, fillon mesi dekadës së dytë, dekadës së tretë, që ose fillojnë disa simptoma që nuk ua vëm dot emrin as në eko, as në analiza gjaku, as një gjë, ose bëhet shkak një diagnoze parë, një çrregullim hormonal, një Hashimoto, një autoimune, dhe simptoma shumë të thjeshta, një zhurmë në vesh, një marrje mendsh, një gjumë që prishet çdo natë në orën 3, për shembull, pa mundësi për të nisur ditën. Një listë shumë e gjatë simptomash, po themi, misterioze që herët ose vonë të gjithë ne ballafaqohemi. Në mënyrë simbolike, ne pastrimin të trupi e imagjinojmë sikur është një hing që ka disa nivele. Dhe ka një rrjedhshmëri logjike dhe në mënyrën se si ne pastrojmë trupin. Duhet të zbrazim, të hapim, të zhbllokojmë mirë nivelin e poshtëm të hingës, nivelin e parë, pastaj të kalojmë te nivelet e tjera. Kush është niveli i parë i kësaj hingës? Po, cili është ky nivel i parë? Atëherë, nëse ne hapim çezmën e një lavamani, në mënyrë që ai ujë të shkojë poshtë, duhet që dhe tubi poshtë jetë i zhbllokuar. Në mënyrë që ne të fillojmë pastrimin, ne duhet të kemi jashtëqitje në rregull. Pra zora, një trup që nuk del jashtë në rregull, të zbrazet plotësisht në çdo 24 orë, akumulon. Dhe një trup që akumulon, herët ose vonë do të ketë simptomat e para, dhe pas simptomave të para që
nuk u kushtojmë rëndësi, do të ketë dhe diagnozën e parë. Më ndodh shpesh me pacientët, sidomos kur vinë me akne, unë i pyes që a e kanë jashtëshitje në rregull dhe shumica thon Një herë në 3 ditë. Në fillim thon, po të rregullt, i them unë çdo ditë, 2 herë në ditë, sepse kjo është një jashtëshitje e rregullt, të paktën minimumi 1 herë në ditë, dhe më thon, jo, 1 herë në 2 ditë, 1 herë në 3 ditë. Pra kjo është totalisht jo e shëndetshme për trupin ton. Po pse është kaq e rëndësishme kjo jashtëshitja, sidomos kur vjen puna edhe tek hormonet? Un kam lexuar dhe e di që jashtëshitja lidhet shumë dhe me eliminimin e estrogjenit nga trupi, por jo vetëm me eliminimin e estrogjenit. Pse është kaq e rëndësishme që ne të kemi një jashtëshitje të rregullt? Sepse tham, nëpërmjet zorës nxjerrim jashtë dhe po nuk nxorëm jashtë do të akumulojmë. Nëse molçia bën punë shumë të mirë për të shkarkuar estrogjenin jo të mirë, do vi momenti ky estrogjen do hidhet në zorë dhe zora është filtri i dytë për ta nxjerrë jashtë estrogjenin. Nëse në zorë kemi një disbalancë të mikrobeve me predominancë të mikrobeve jo të mira për trupin, do të kemi një aktivitet shumë të shtuar të asaj enzimës që ne i themi beta-glukuronesidaz, e cila atë estrogjenin e paketuar që vjen nga mëlçia për ta nxjerrë jashtë, do ta çpaketoj dhe do ta përgatisi prap për të futur në trup dhe ai futet në trup si një estrogjen aktiv. Dhe akumulohet sot, akumulohet nesër, kalojnë disa vite dhe formohet ajo që quhet estrogjen dominanca. Tjetër, zora komunikon përmes trupit jo vetëm në rrugë hormonale. Duhet që muret e zorës të jenë të shëndetshme, ato qelizat të jenë aq afër aq sa duhet, likigat, zora që rrjet në mënyrë që molekulat me masi jo më të madhe nga ç'duhet mos të kalojnë nga materiali që duhet të dalë nga trupi për në brëndësi të kalojnë murin e zorës dhe të kalojnë në brëndësi të gjakut, sepse do të njihen nga sistemi imun dhe do të fillojë një luftë inflamatore. Nëse kemi inflamacion në zorë, do të rriten të gjithë parametrat inflamator në trup. Do të përkeqësohet psoriaza, do të përkeqësohet akne, do të përkeqësohet Hashimoto, do të përkeqësohet PCOS dhe çdo gjë tjetër. A mund të ndodhin disbalanca hormonale vetëm sepse mikrobiota e zorrës është e dëmtuar? Po patjetër. Un kam vënë re me paciente që edhe vetëm nëse jap probiotik që ato të kenë një jashtëshitje më të rregullt, aknet e tyre përmirësohen ndjeshëm. Po, sepse shkarkohet estrogjeni më mirë. Në moment që bën molçia punë shumë të mirë, pra funksionon shumë mirë, e çon në zorë dhe zora shkarkon zbrazë çdo 24 orë, ne largojmë estrogjen që s'na duhet, në formën që nuk na duhet. Dhe kemi përmirësim në mënyrën dhe PCOS dhe siç faqen aknet dhe të endometriozës. Një rast që mua më ka ngelur në mendje ka qenë një paciente që ka ardhur për ajkun. Siç ti e di, ajkuni ndihmon në hapjen e rrugëve të drenazhimit sepse shkarkon lëngjet e tepërta nga trupi dhe kalohet komplet në gjithë limfonodët kryesor. Është shumë e mirë për zorën. Domethënë është një nga ato fjalët kyçe që ne duam e nisim për të shëruar zorën, midis të tjerave hidratimit, elektrolitëve, lëvizja ku bën pjesë ne e propozojmë dhe ajkunin, dhe lëvizja është e favorizon shumë atë motorikën e zorës. Kjo paciente nuk shkoi mirë. Dhe ka qenë vetëm një paciente dhe mua më ka ngel akoma në mendje, ka qenë përpara 2 vitesh. Ajo jo vetëm që nuk po shkarkonte, por përkundrejti ajo filloi të merrte peshë. Dhe nga seanca në seancë unë po gërmoja pak më tepër dhe ajo më tha që dhe kur shkonte në sauna, ajo nuk djersinte. Pra praktikisht rrugët e eliminimit, sepse vlen të përmendet që rrugët tona të eliminimit janë jashtëshitja, është djersa, ajo nuk eliminonte, nuk defekonte, nuk djersiste, dhe vetëm po shtonte peshë dhe kjo lloj procedure siç ishte ajkuni, unë ja ndërpreva sepse mendova që asaj po i bënte më keq dhe nuk po i bënte mirë. Përse çfarë mund të kishin bërë ndryshe te kjo paciente? Kjo tregon dhe shumë mirë rëndësinë që këto pajisje të jenë në duar të personave tamam adapt me kredenciale shumë të mira në mjekësi etj. Sepse nuk është vetëm zora që mund të jetë bllokuar, është niveli tjetër, është mëlçia, fshikza e tëndit, rrugët biliare, është niveli tjetër limfa, është niveli tjetër muskrit, veshkat, lëkura dhe në fund fare që themi detoksi është qeliza. Pra kur gjithë kjo hinka ka probleme të këtyre niveleve, nuk shkarkojmë dot asgjë. Dhe nëse e nisim me detoksin me 10 ditë me shishe jeshile,
asgjë nuk shkarkojmë. Po, edhe ky detoksi, po. Do gjejnë momentin në atë zorën e përshkrueshme, do rikthehen përsëri në gjak dhe vetëm do të shtojnë inflamacionin. Do të përkeqësojnë simptomat ose do të shfaqin edhe një diagnozë të re, edhe një autoimune të dytë. Sepse kush ka një autoimune të parë që nuk menaxhohet siç duhet, nuk është çudi që të marrë edhe një diagnozë tjetër. Prandaj duhet të ketë një rrjedhë logjike dhe këto janë protokollet të cilat hartohen në bazë të analizave, në bazë të historikut të çdo pacienti, në bazë të feedbackut, niset me diçka të vogël, marrim një feedback, rregullojmë, prandaj themi që prihen dhe qepen sipas nevojave të secilit. Dhe kjo që kemi ndaluar ajkunin në këtë moment, ke bërë gjë shumë të mirë sepse ai është një sistem i mbyllur që vetëm riçarkullon toksinat dhe nuk ka asnjë rrugë shkarkimi të këtyre toksinave. Unë kaq njohuri kisha përpara 2 vitesh, nuk kam qenë kaq e thelluar në këtë zinxhirin e madh. Mbaj mend atëherë kam këshilluar një hidrokolonoterapë në mënyrë që ajo të pastronte zorën dhe këshillova që të vazhdonte të shkonte në sauna dhe të qëndronte edhe pak më gjatë derisa ajo të fillonte të djersinte. Nuk e di çfarë ka ndodhur më me të në fakt, sepse nuk ka ardhur. Sepse pacientët mërziten dhe nuk e kuptojnë që nuk është faji jon ose faji aparaturës, është trupi jon është shumë kompleks unë atë moment vetëm këtë kisha në dorë të ndaloja në mënyrë që asaj mos t'i bëja dëm më tepër. Por është e vështirë edhe ne si mjek ne nuk i mësojmë këto gjëra në shkollë. Nuk i mësojmë. Edhe është shumë e vështirë, duam të ndihmojmë dhe nuk ndihmojmë dot, edhe mua më vjen shumë keq edhe ndaj kam filluar lexoj pak më tepër për këto gjëra sepse realisht dua t'u jap në mos një zgjidhje 100% definitive, por dua t'u jap një vizion të ri që ata mund të bëjnë diçka për veten. Përpiqem nëpërmjet ushqyerjes t'i edukoj për mënyrën si ushqen, për suplementet, por ky episod i sotëm besoj se do t'i ndihmoj akoma dhe më tepër për të kuptuar trupin ton në tërësi. Keti, si e kupton ti që një trup është gati për të detoksifikuar? Detoksifikim nuk është fiks fjala e duhur që dua të përdor, por le ta bëjmë pak më të thjeshtë. Detoksi është niveli i fundit kur ne kemi përgatitur, kemi zhbllokuar trupin për të shkarkuar, detoksi është i fundit fare. Pra nuk e nisim asnjëherë nga targetimi i problemit. Për shembull, do merrem, do targetoj aknen. Nuk e nisim asnjëherë nga kjo pa rregulluar një shtyllat e shëndetit, që ka të bëj me mënyrën se si duket pjata jonë në mëngjes, në drekë, në darkë, me hidratimin, me gjumin dhe mbi të gjitha dhe me paqen mendore. Që kur them paqen mendore, do të thënë ka të bëj dhe me ngarkesat që pranoj, mënyrat si merremi me konfliktet, por dhe ku zgjedhim informacionin. Do të thënë sepse kjo është bërë shumë e rëndësishme sot, sa kredenciale ka personi ku do të trokasim, ose personi që na flet nga Instagrami. Do të thënë kemi shumë pacient, do të thënë na vijnë shumë pyetje sepse Instagrami sot vendos algoritmi që ti ke nevojë për pastrim parazitësh. Ti ke nevojë për pastrim metalesh, merr këtë shishkën. Çfarë ndodh nëse ne nisim me që dolim te pastrimi parazit? Si janë parazitët të lidhur me problematika si PCOS-ja dhe endometrioza ose sëmundje të tjera autoimune? Parazitët mbartin në trupin e tyre gjithmonë 4 ose 5 herë më shumë toksina, ku përfshihen metalet, pesticidet më shumë se sa pesha e tyre. Pra, në 100 gram parazit kemi 500 gram pisliqe të trupit. Më thënë dhe gjithë kjo bërja pis nga jashtë, me pesticide, me ftalate, këto do imitojnë, vjen ai momenti që imitojnë estrogenin në trup, sillen si estrogen dhe është ai estrogeni keq që vetëm na bën dëm dhe na përkeqëson gjithë këto simptomat. Dhe ajo që e mban murin e zorës të inflamuar, kuptohet, kalojnë ato makromolekulat që nuk na duhet. Pra, kryesisht në këto dy Ne të gjithë kemi parazita, po jo vetëm fëmijët e vegjël. Po të gjithë kemi parazita. Që vetëm fëmijët e vegjël kanë parazit. Po, gjithë rutina, gjithë vendi ku jetojmë na bën të pashmangshëm që të jemi trupa steril. Ne nuk kemi asgjë sterile në trup. Kështu që duam dhe kur bëjmë ato pastrimet e kupton, domethënë çfarë del nga trupi. Kur bën atë hidrokolonoterapinë apo ku bën enemat, e kupton se çfarë del është parazitët krijojnë, janë shumë inteligjent, krijojnë atë biofilmin e tyre që
mbyll të gjithë veshin, të gjithë zorën dhe ndërkohë që ti merr dhe suplemente shumë të shtrenjta, nuk kanë asnjë efekt. Prandaj themi nuk e nisim asnjëherë nga suplemente, sado të shtrenjta të jenë, sepse në mënyrë shumë humoristike ne themi do të bësh vetëm një urinë më të shtrenjtë. Do të bësh një urinë, po themi 100.000 lekëshe, se ke bler shumë suplemente të shtrenjta dhe trupi nuk ka përfituar asgjë, sepse nuk ka mundësi as të përthithi, nuk ka mundësi zora të marri këto, sepse është e veshur nga ky biofilmi, nga kjo pllaka dhe sa më shumë shtohen bakteret patogjene, aq më të fortë bëjnë të rjetin këtë qytetin e tyre. Prandaj duhet që ta shkollisim. Po roli i probiotikëve në këtë? Po patjetër na duhen probiotikë me patjetër. Qof nga ekspozimi i herpashershëm i antibiotikëve, qof nga disbalancat që krijohen, na duhet me patjetër që të shtojnë bakteret e mira, sepse e dim që të këqijat gjejnë gjithmonë vend për të shëmuar, sidomos kur dieta ka shumë gluten, ka shumë ushqime të përpunuara dhe shumë sheqerna të rafinuara, bakteret patogjene shtohen, shumohen me shumicë. Kështu që probiotikët na duhen me patjetër, hidratimi shumë i mirë, mundësisht të jetë një hidratim me elektrolite, një hidratim ionizuar që trupi të përfitojë. Trupi duhet të lëvizë që zora të jetë sa më e lumtur. Duhet të marrë aminoacide të thjeshta nga lëngu i kockave në mënyrë që të fillojë të riparohet. Prandaj themi gjithmonë healing first dhe pastaj feeding second. Nuk e nisim asnjëherë nga një dietë ushqimore. Duhet ta nisim gjithmonë nga shtyllat e shëndetit. Edhe nga këto mikroelementet. Po, nga mikroelementet. E kam vërë edhe te protokolli jot ne fillua me elektrolite, me karbonin vegetal, po që kanë të gjitha një logjik të caktuar. Që është kjo logjika fillimisht është zora e lumtur, pastaj bëjmë të lumtur mëlçin, fshizën e tëmthit, limfën e me radhë. Në fund fare shkojmë të targetojmë parazitët, në fund fare. A është kjo pjesa e targetimit, detoksifikimi, targetimi parazitëve, targetimi metaleve të rënda, a është për të gjithë? A ka nevojë të gjithë ta bëjnë këtë dhe nëse një organizëm dihet i shëndetshëm? Apo vetëm kur ne fillojmë ndjejmë ato shenjat e para? Janë simptomat ato që të janë këmbana alarmi që tregojnë që ka gjëra që nuk shkojnë. Më kupton, thash, ai zimi në orën 3, rrathët e zim poshtë syve, skuqe kruajtje të lëkurës shumë në mënyrë që nuk ja gjen dot ato origjinë, pavarësisht se eko del mirë, pavarësisht se ato 50 elementët në analizat e gjakut dalin shumë mirë. Janë gjithmonë simptoma që të kujtojnë, por në momentin që jetojmë, i bëjmë jetë në qytet, herët ose vonë, do duhet të fillojmë të pastrojmë. Nuk është se po bëjmë jetën e një blektori, ai mund të mos ketë nevojë fare për pastrim gjithë jetën. Jetën e njerëzve që jetojnë në ishur, që kanë një gjatësi shumë të mëdha, mbi 90 vjeç, ata nuk kanë nevojë për asgjë, as për pajisje të rëndësishme, as për suplemente të shtrenjta, sepse bioakumulimi është i tillë që trupi ka aftësive të pastruese shumë të mira. Po në momentin që ngjitemi në dajë dhe shikojmë që po thithim një ajër me një ngjyrë shumë të errët, pra ajo reja që qëndron gjithkohës, ne aty jetojmë, flejmë, punojmë, riprodhohemi, po kjo ma solli, domethënë nevojën shumë të madhe për ta hartuar dhe këtë udhëzuesin, sidomos përgatitja para shtatzanisë, sepse fetusi, ndërkohë që ne përgatisim jetën e brisht, fetusi akumulon shumë. Domethënë tregojnë studimet që fetusi ka mikroplastika, placenta ka, sepse aty në çdo 15 minuta kalojnë disa litra gjak, ndërkohë që femra zbukurohet, i shndrin lëkura, flokët, fetusi akumulon. Prandaj është mirë që të fillojmë ndryshime të vogla, me hapa të vogla. Cila do ishin disa ndryshime që njerëzit që po na dëgjojnë sot, duhet të le të themi 3 ndryshime ose 3 këshilla që ti doja jepje dëgjueseve të mia, kryesisht me probleme hormonale, PCOS, endometrioz, Hashimoto, dikush që po përpiqet të ngelet shtazan, 3 këshilla të përgjithshme që na aplikohen të gjithave ne për të qenë sa më të shëndetshme dhe sa më të pastra nga brenda. Hidratimi, me patjetër, hidratimi me elektrolit, gjumi. Duhet të rregullohet gjumi. Domethënë kush flen në 12 nuk po e bën punën siç duhet. Kur zgjohet në 10 nuk po e bën punën siç duhet. Mirë është që të ndjekim ciklin e natyrës, domethënë lindjen dhe perëndimin e diellit.
sepse jemi pjesë e saj dhe gjithë mënyra si funksionon, si jemi bërë për t'u aktivizuar, si janë bërë për t'u programuar hormonet dhe organet se si do ta bëjmë punën gjatë një natës, janë në përputhje me natyrën. Dhe pjata, si do të ndërtojmë pjatën dhe ku do gjejmë ushqimin. Duhet të dëgjojmë sa më shumë gjyshet tona, se sa të shikojmë modelet që na vinë sot. Domethënë sa më larg ushqimeve të paketuara, sa më larg rafteve të supermarketit. Të mundohemi të kemi ushqimin sa më të thjeshtë dhe ushqimin e të parëve tanë. Sa më pak saltra, në kuti, sa më pak sneke, fast foodet, po. Duhet që pjata të ngjaj me dietën e gjyshrëve tanë. Sa më shumë ngjyra. Sa më shumë mish, po patjetër. Yndyrna të shëndetshme. Atëherë në varësi të momentit dhe nevojave të jetës do të jetë ndryshe dieta, është ndryshe. Kur përgatitemi për një shtatzani është ndryshe, kur jemi në menopauzë është ndryshe, kur kemi rritje të vrushme është ndryshe. Nuk kemi të gjithë nevojë për mish, nuk kemi të gjithë nevojë në të njëjtën mënyrë. Prandaj themi prihet dhe i qepet si një kostum. Ky protokolli personalizohet. Këti je thesar. Faleminderit. Je shumë e çmuar, realisht. Un kam shumë qejf gjatë gjithë kohës që të bisedoj me ty, edhe sa herë ulemi unë mësoj gjithmonë nga një gjë të re. Shpresoj shumë që edhe dëgjuesit të kenë mësuar diçka të re sot. Ishte shumë kënaqësi për mua të kisha në podcast. Shumë kënaqësi për mua. Uroj që të shifemi edhe në një të ardhme në ndonjë podcast tjetër. Shpresojmë shumë. Edhe unë jam shumë e lumtur që flasim për këtë temë me kredenciale, kuptohet dhe do ta kesh pak mendjen e hapur për të folur dhe për të dëgjuar për këtë gjë. Sepse përpiqem shumë që këto protokolle të jenë në duar të sigurta. Patjetër çdo gjë në udhëzimin tënd dhe kushdo që të ketë nevojë mund të drejtoheni tek doktor Shketi, ka klinikën e vet stomatologjike, por mund ta gjeni edhe në Instagram. Dhe kaq, shpresoj shumë që ky episod ju ketë pëlqyer sot, sepse kam pasur 2 të ftuara shumë speciale, një farmaciste dhe një stomatologe mjeke holistike. Faleminderit shumë, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në YouTube. Janë shumë të rëndësishme për ne këto dhe që ju të shikoni videot. Mos harroni të shikoni dhe puntatat e kaluara, sepse kemi pasur tema shumë interesante. Shihemi në episodin e radhës.